Gabon Rama. Ku po gabon Rama? Rama gabon... Cilin identifikoni si gabim të Ramës? Po është vështirë se ka shumë gabime Rama në të sens, por problemi është që nuk ke opozit, më si dhe ndërrojnë. Opozit edhe njëherë që njallë besim, kjo është e 7 herë dhe duke thëmë. E po, mu shmange. Pa mërzitur. Mos më përsërit? Nuk të shmange, të thash thelbin e saj. Unë dua opozit tjetër. Okej, atëherë një pyetje tjetër. Që më nxjerrë edhe mua në protest, jo mua si. E kuptoj. Po them, një pyetje tjetër, sepse tham pak më parë për Berishën që duhet të hapi crown, që duhet hiki, duhet ndryshoj leadershipi. Jo të hiki. E kuptoj pra? Të hapi krahun, sepse ka militant pas ti. Mirë, tani unë e bëj pyetje në crown tjetër. Kush mund t'ishte një pasardhës i Ramës? Po ta thash njerën. Jo, një emër konkret. Po ta thash... Sepse Velia i për shembull Jakoj, si personi që mund të konkuronte vërtet Ramën. Ishte kandidat i mundshëm që mund t'ja merrte ishte Ilir Meta. E futën në burg, ikun burgej. Po mirë, pra ne po themi tani... Po mirë tani... Gjërat kanë shkuar si kanë shkuar. Ishte, ta thash të moralizoti sipas meje. Për PD-n, po tani po të pyes për PS-n. Për PS-n? Po. Pasardhës i Ramës kush mund t'ishte? Se di, është vështirë shumë. Aty ka, me humor, thot një kolegi joni që rrim nga njëherë pimi kafe me Irfanin e famshëm, që thot, është Edi Rama, është Edi Rama, i pari, ka 100 vende bosh dhe pastaj vjen i dyti. Kështu që nuk e di. Mos me kërko tani se nuk jemi qartë fare. Okej, dakor. Jemi drejt fundit, pa diskutim, por... Ky fundi që ka gjatë shumë, ky fundi... Mirë, le të flasim pak për ju, atëherë ndoshta ju intereson pak më shumë. Ta proklamojmë pak, gjithsesi, një studio e re që po bëhet e koha jonë, jo, nuk është televizion, por le të themi diçka në YouTube ku është dhe ardhmja. 30 minuta dhe jo më shumë. Ke marrë Irfani se këtë quhet reklam, Ne jemi zemërgjër. Unë nuk paguaj newsit reklam për këtë. Ne jemi zemërgjër. 30 minuta dhe jo më shumë do t'jetë zoti Nikol Lesish së shpejti, sepse po bëhen ato rafinitura dhe fundit. Të mbarot studia. Së dhe quani? E koha jon debat dhe jetë. Duke dhe jetë në Facebook, që ne kemi për sot për momentin, që verifikohet, janë diku 670.000, mos gabom se dhja i tis, janë ndjekës në Facebook, janë YouTube, në Instagram. Aty është e ardhme. Dhe aty po, televizionet klasike për 10 vite besoj shumë ikin. Por po mundohem, dal nga dal me eksperiencën time, me ndjekësi që kam, të futem në këtë emision. Do jetë gjë e vështirë për mua. Ta gjej unë të ftuarin e parë që keni? E vështirë dhe jetë. Në me ajsa kemi folur nga biseda tani Rama besoj pa tjetër do jetë i ftuar. Jo, nuk besoj tjetë i parja i, por unë fakt kërkova, nuk e kam sekret, kërkova një shkres drejtues përgjithshme të burgjeve, që ma kërkuan kaloja Spakut, do jetë merrja një intervist në burg, në qeli Ilir Metës dhe Erion Velis. Me këtë do të hapja emisionin, por drejt tani Spaku s'ka këthyrë përgjigje, po mendohet... Me sa di unë nuk është e mundur, nuk lejohen më intervistat në brenda ambienteve. Se di varet si interpretohet, sepse dosja ka shkuar në gjukat, pra janë të dy zyrtarisht të pandehur, dhe dohet bëj një intervist në qeli me mënyrën time të shkëlqyer, por të shohim, nuk e di akoma s'ka përgjigje nga Spaku, pres të shohim. Kështu e mendova, që ishte një ide për të filluar me një skup. Do të qenë prapë, kemi eksperiencë një sida, nuk dështojmë kollaj. 2-3 pyetjet e fundit, mendojnë se do të kemi zgjedhje brenda vitit, apo do të shkojë drejt pranverës? Do të zvarritet kjo gjëja në përbashki, pa? Jo, mendoj, brenda nëntorit ka zgjedhje. Nuk do shkojë deri në... Nuk e besoj. Edhe në qoftë se ta zëm, shkon gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese si njerëz të sakt, njerëz vizionar europian, që nuk duan të hapin shumë të lashe, mendoj që dhe hapin të drejtë qeverisë dhe do shkohet në zgjedhje brenda nëntorit. Zgjedhje janë, pastaj këto vlore, pastaj se me hape prapë një temë të ngafruar nga shtove emisionin dhe më leje të Irfani. Po të them një gjë. Tani, a është bashkia Vlorës? A është bashkia Beratit? A është e Tiranës? A është e Burrenit? Kush është tjetër bashki që bën zgjedhje? Janë pak të Tani, në vend që opozita ta hapi jo vetëm për Tiranë, por gjithanë të futet një front mall që të rikarikojë baterit dhe të marrë paktën 2 bashki, që krijon tjetër premis, tjetër frymëzim. Nëse do dali, sa 5-6 me 0 pra është një test i fuqishëm edhe këto zgjedhje që janë, po.